Hoxhë, a duhet pa tjetër me qenë mbulu me shami kur shkon me bo nikah në xhami, dhe me thonë me bo kurorëzim. Motër, pse s'po pyet ma mirë, a është obligim me femra me qenë mbulume? Na themi është obligim, ajo tjetë mbuluar, si kur shkon me bo nikah, si kur nuk shkon me bo nikah, si para martesës, si mas martesës, prej momentit të pubertetit, deri në momentin e vdekjes, femra ka obligim mbulesën. E tash, këta në kuptum, e që ne me kuptu se ti duhesh me pas mbulesën kur shkon në xhami me bo nikah, po edhe pa shku në xhami me bo nikah. E dyta, nuk është pa tjetër nikahi me u bo në xhami. Nikahi bo të shtëpia. Nuk është pa tjetër me pas hoxh në momentin e nikahit. Ajo që bëhet në komunë është letra zyrtare, nesër mas nesër me t'i njoft ligji, shteti. Ajo që bëhet në shtëpi bëhen për herë me rregullat islame, ajo është nikah. Andaj, në këtë rast nuk është pa tjetër me shku në xhami. Nëse ti nuk e ke mbulesën, si shkove në xhami me mbulesë, si pa mbulesë, ti t'u bo mëkat që porrin pa mbulesë, që s'ki mbulesë. Tash dalim të pika tjetër, nëse veç keni me shku në xhami me bo nikah, e që s'është sunet, thjesht mendoj që është një tradit si e trashëguar, e mësuar nga jo muslimanët të cilët shkojnë në objektet e tyre fetare dhe bëjnë martesën. Xhami është me ngu ders, xhami është me bo dhikr, xhami është me fal namaz, jo pa tjetër me bo nikah. Gjithsesi, hajde që po shkojke. Mirë, pse mos me qitë bile spaku shamin kur që kanë në xhami? Spaku. Tash po e tolerojmë, a ban. Por nëse veç jetu nejtë pa shami edhe nëse shkon në xhami pa shami, s'po themi që pse ke shku në xhami që të shamin. Jo, ti tani edhe ndush me pas shamin. Por spaku. A nuk është pak edukative edhe respekt për shpinë Allah të zëvëgjel që ti me vu mbulesën. Nuk po thon pa tjetër, ta kuptoj. Se ti pa tjetër e ki me pas shamin non stop. Po tash pse shkova në xhami po e qes, jo nga ky aspekt. Por bile mos s'po mund heq, bile që atëherë kur shka në xhami qete. Po pësaj kuptove në përgjithësi këtë mesele, qëtë një shami ato e motra, falë në namazën e motra. A mësë i qërë një imësinat, ashtë apo së është obligim, ashtë gjithmonë obligim shamia. Shkove, nuk shkove në xhami, e ke obligim. Kujtaje vetmin e varit edhe ditës gjykimit atë botën tjetër.